Humbi djalin 21 vjeç në tragjedinë e Koçanit, babai nuk më duhet më jeta. Të afërmit e viktimave të tragjedisë së zjarrit në klubin e natës në Koçan, Maqedoni, janë mbledhur gjatë gjithë natës përpara spitaleve dhe zyrave të qytetit duke kërkuar me dëshpërim më shumë informacion nga autoritetet për fatin e të dashurve të tyre. Një nga ata është Dragi Stojanov, banor lokal i cili u njoftua se djali i tij, 21 vjeçar Tomçe, ishte mes 59 personave që humbën jetën në tragjedinë e rëndë. Ai ishte i vetmi fëmijë që kisha, nuk më duhet më jeta. 150 familje janë shkatëruar, fëmijë të djegur, ka vetëm trupa, thjesht trupa brenda klubit, ka thënë ai, i cili po përjeton një dhimbje të paimagjinueshme për humbjen e djalit të tij. Tragjedia ka tronditur të gjithë qytetin, duke lënë pas një gjurmë të thellë dhimbjeje për familjet e viktimave. Të afërmit vazhdojnë të presin informacion nga autoritetet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.